Drejtoresha e shkollës fillore Lek Dukagjini Vlora Karavidaj, me rastin e 51 vjetorit të kësaj shkolle, tha se qëllimi i parë i këtij takimi është që të shënojmë 51 vjetorin e themelimit të shkollës dhe të festojmë bashkërisht këtë ditë me disa pika kulturoro-artistike përgatitur nga fëmijët të nxënësit tanë. Qëllimi i dytë është që po bashkërisht të bëjmë promovimin e një renovimi të shumëpritur të shkollës e që përfshin shtrimin e dyshemes në të gjitha dhomat mësimore, përfshirë zyrat dhe kabinetet e ndryshme, ndërimi i dyerve, shtrimi i dyshemes dhe pajisja me sanitari në toalete, lyerjen e mureve, vendosja kaldajës tek salla e edukatës fizike dhe të tjera. Dhe të gjitha këto duke falendëruar kryetarin e komunës Shaqir Totaj, i cili ka ndarë një buxhet prej 200.000 euro dhe drejtoreshës zonja Luljeta Veselaj Gutaj, e cila ka vënë prioritet kërkesën tonë për investim në infrastrukturën shkollore. Dhe qëllimi i tretë është që gjatë ditës së sotme vizitës në stacione të krijuara në hapësirat e shkollës të shihni dhe të bindeni se në shkollën tonë punohet për të ndërtuar vlera e qëndrimet tek nxënësit, të arrihen rezultate të larta edukative e arsimore, si dhe mësimi bëhet i bazuar në kompetencë sipas kurrikules bërtham. Njëherët po sot do të ndesheni me një nga objektivat e planit zhvillimor të shkollës, i cili është në hapa të sigurt të realizimit të plot, e ky është përfshirja prindërve në jetën shkollore. Nxënësit kishin përgatitur një program artistik dhe nxënësit paraqitën edhe pjesë mësimore që dhe i aplikuan me rastin e këtij eventi. Në këtë takim ishin edhe mysafirë të shumtë, ku ishin kryetari Totaj, zëvendës kryeministri Armilja Rexhepi, nën kryetari e shumë të tjerë.